Zakonisht ne të partitë shqiptare posaçërisht, ata që shkëputën, po thuaj nuk arrin të bëjë jo vetë, jo se jo, po edhe aty ku shkojnë sikur nuk sillin ndonjë freski. Lëvizjen vetëvendosje, e cila po ashtu garan me guxë dhe alternative që i konsideron partiet, nuk i llogarisë ndonjë fuqi politike që kanë ato tashme, po thuaj janë shkrirë aty po është në koalicion vetëm Partinë Shqiptare Demokracione, edhe ajo supozoj dhe besoj jam i bindur se ajo ka met tash, kjo ka met si një deg e Partisë Demokracione të Kosovës, pra me Selin Gjakov duket është, sepse ai gjithmonë ka qenë me të djathtën, pra në koalicion kryesisht me Lidhjen Demokratike të Kosovës ose me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa këtë herë tek kjo jam befasuar. Përndryshe në partitë tjera ish opozitare, në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në Partinë Demokratike të Kosovës, përjashtë ato 2 grupime apo 3 grupime që kanë përbërë atë partinë Fjala apo subjekt që kanë qujtë kryesisht nga ata që kanë braktisë lëvizjen vetëvendosje, pra Eman Rahmani me Korenicën ose listës për familje. Listën për familje, ata e ndasi duke në 2 grupe. Një pjesë ka shkuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Ferit Agani, si parti e drejtësisë apo çka ka qenë më herët, ndërsa këta që janë shkëputur nga vetëvendosja kanë shkuar në Partinë Demokratike të Kosovës. Jo se nuk kanë vlera, sepse ata kanë qenë deputet, kanë bartur vjetra mira vota, kanë bartur pas në momentet ku kanë qenë deputet në legjislaturën e mahershme, jo në këtë që dështoj, por zakonisht ne të partitë shqiptare posaçërisht, ata që shkëputën, po thuaj nuk arrin të bëjë jo vetë, jo se jo, po edhe aty ku shkojnë sikur nuk sillin ndonjë freski. Pra unë jam në këtë aspekt nuk jam optimist se do të llogaritet ndonjë freskim i radhëve të Partisë Demokratike të Kosovës ose i Lidhjes Demokratike të Kosovës, madje as i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ku është rikthyer generali Agim Qeku, i cili ka pas dhe postin e kryeministit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kur ishte në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pastaj kaloi në Partinë Demokratike të Kosovës, mas pari në Partinë Social-Demokrate, pastaj në Partinë Demokratike, e kështu me radhë. Pra, një lloj riciklimi sado që janë figura që kanë pas pozita të larta, pra edhe kryeministri, edhe ministri i mbrojtjes Agim Qeku, nuk shoh ndonjë brëm i cili mund me ngjall edhe me të i kalu rrezikun që i kanoset edhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe subjekti tjetër më të vogël, po ashtu që nuk hyri në koalicion me asnjë parti politik.